Me afrimin e të ftohtit dhe fillimin e sezonit dimror, shumë qytetarë po mendojnë tashmë për mënyrat më të përshtatshme të ngrohjes. Rritja e çmimeve të energjisë elektrike dhe druve ka bërë që shumë familje të kërkojnë alternativa më ekonomike e më të qëndrueshme. Herë me drum, herë me si kur ti kem drum, çka ke më bëu? Ka herë keme, ka herë. Duhet po hallë çështë, me pas mundësi kjo në klima, edhe klima, po me pas rezervë edhe kapak drum. Se bëva ki nëllit rrujnë më ka herë, po nëllit atë na jesim, qështu, shëve po. Dërsa druta janë shtrejta me çmime këtë vit? Vallohe janë të këte ka 50 euro metra, qështu dishka. Për disa, përdorimi i klimave mbetet një zgjidhje praktike ndonë se jo gjithmonë mjaftueshme për të përballuar të ftohtin e dimrit. Me treguar të vërtetën, do të shfrytëzojmë këto nxemjen me këto klima me këto, parasysh se mjaft e kemi ndot këtë ambient. Edhe pse nuk është njësoj nxemja tjetër, po nxemja qendrore nuk e kemi aty afër, e duhet me gjetë alternativa. Po më varet çish e shfrytëzon. Na momentalisht nuk jemi këtu, jemi jashtë, pa herë rrim këtu, herë atje, e shfrytëzojmë pa paket këtu, rrim atje gjatë kohës së dimnit më tepër. Në ndërkohë për ata që jetojnë në banesa kolektive, ngrohja qendrore vazhdon të mbetet zgjidhja më e lehtë dhe më e qëndrueshme. Po me qenë se unë jetoj në banesë, do të thonë kemi banesë kolektive, atëherë ngrohja është nga grotoria e qytetit dhe kështu që shfrytëzojmë atë. Po flas për vitin kaluar, jemi qenë shumë të kënaqur, është shumë e kohë dhe ka përfunduar po ashtu me kohë, kështu që kem premtime edhe për këtë vit, do të lëshohet ngrohja me kohë, me datën 15 tetor, me sa kam informata. Për neve është një lehtësi shumë e madhe. Është shumë e madhe sepse nuk më thonë e kemi të siguruar edhe nuk kemi çka mendojmë këtë drejtim mas pak. Ndërkohë një tjetër qytetar ka zgjedhur alternativa tjera, si ngrohja me pelet që viteve të fundit po bëhet gjithnjë e më përdorur. Kemi filluar me nxemje me pelet, edhe jo vetëm si vjet, po disa vite tjera përdorim atë. Është më përshtatshme? Është shumë më përshtatshme. Ndërsa temperaturat po bien, qytetarët po përpiqen të gjejnë mënyra më të përshtatshme për të përballur me dimrin, duke balancuar mes kostos, komoditetit dhe ruajtjes së mjedisit. Në pritje të ditëve më të ftohta mbetet sfidë për shumë familje sigurimi i një ngrohje të përballueshme dhe të qëndrueshme për sezonin dimror që po afrohet.